Kina akuzoi të martën Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara për kryerjen e sulmeve kibernetike të avancuara gjatë lojrave dimërore aziatike në shkurt, duke synuar industritë thelbësore të këtij vendi. Ne i bëjmë thirrje SBA-s të ndalojë sulmet kibernetike, të ndalojë shpifjet dhe sulmet e pajustifikuara ndaj vendit tonë, u tha gazetarëve zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Jian, gjatë një konference të rregullt në Pekin. Mbikëqyrja e viruseve kompjuterike të Kinës tha këtë muaj se kishte regjistruar më shumë se 270.000 sulme kibernetike të huaja mbi sistemet e informacionit në lidhje me lojrat e 9 dimërore aziatike në Harbin, të mbajtura nga 7 deri më 14 shkurt. 2/3 e këtyre sulmeve erdhën nga Shtetet e Bashkuara, thanë ekspertët kinez. Deklarata e policisë së Harbinit akuzoi gjithashtu agjentët e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara për shënjestrimin e kompanive kineze. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, ekipet kishin zbuluar prova që implikonin Universitetin e Kalifornisë dhe Virginia Tech në fushatën e koordinuar kundër sistemeve kompjuterike kineze.